unë besoj se ka një këshu. A bon, une ta jep një, pastaj ju... Baton, që të shkarkojmë emocionalisht ty. Jo, nuk du se jam në një studio, nuk kam dashtë asë një asë. Apo kupton. Tani, të them unë, nuk është faj i askujt që Bexhet Pacolli del vete edhe thot që ne vajtëm tek ministri më ktheu kurizin, u kthye nga Pike për Bexhet Pacolli. Ti pike, i papërgjetshëm, kur flet, i papërgjetshëm unë jam marrë shumë seriozisht Bexhet Pacollit dhe prokuroria, me sa duket ja paska marrë shumë seriozisht. Duhet të bindin prokurorin që Bexheti është i papërgjegjshëm. Është i papërgjegjshëm. Nuk ka nevojë të flasësh ti asnjë llaf se kanë folë për njëri tjetrin ata sa të prokuroria të ri një muaj rjesht dhe vetëm me akuzat e njëri tjetrit. Për të të lehtësuar emocionalisht. Jo me shumë emocionalisht. Pra, të kuptosh, të gjitha këto na i ka dhënë vetë zoti Pacolli, zoti Ademi, të cilët janë edhe shumë televiziv. Më kupton, pra nuk ngurojnë të dalin në televizion. Kështu që mos u mundo për t'i mbrojtur, sepse ja kanë bërë gropën vetes. Pra, ja kanë bërë gropën vetes. Bexhet Pacolli e ka deklaruar, ndoshta prokuroria atë intervistë ka dëgjuar, që ka thënë, ore prit, tu që ka paracaktuar, se kjo e pas ka thrit në zyre tjerë. Pra, e ka thënë vetë, mos u mundo t'i mbrosh, sepse, do me dhe një thua, ollës për... do me dhe t'a kuptosh. Me pak fjali. Ka thënë kjo tjetri për Bexhetin, ka thënë që ka bërë gjysmat e shpenzimeve që ka deklaruar, thot, pra, evazionin fiskal, partneri jotë, ja ka thënë partneri jotë, dhe ka marrë një kredi, thot, nga rusët. E ka thënë vetë për partneri vetë. S'ka nevoj me folë ti. A bënë ta, po jo morën s'fola për diçka tjetër. Bexheti pastaj për Valonin. Jo, vetëm kanë thënë, po dhe kanë kalzuar. Kanë kalzuar, më kanë çuar prokurori njëri tjetrin më. Pra ndaj po them që prokurori në këtë rast e ka më të lehtë se që kishte ai Bangërsi, gjykatësi atë të Bangërsit. Kushta që s'duhet. Pra, ata ja kanë bërë gropën vetës. Jo, vetëm po them që vetëm ta sqaroj. Unë e di që është ngërçi të pasurit miq, e kuptoj. Jo, unë po du me sqaru se s'kam fol asnjëherë publikisht, po detyrohem sa. Asnjëherë. Ngjarjen e bankës, më fal, aeroporti të Vlorës dhe ke mësuar nga goja e këtyre dy zotërit. Vetëm ta sqaroj. Më kupton? Njeriu i parë që ka shkruar publikisht, po m'duket, jeni ju. Dhe shkrimi afërsisht 70%, 80% ka qenë i përmbushur, korrekt ka qenë. Dhe kam lexuar me vëmendje. Në korrik, po. Po, në korrik. Ky konflikt ka lind në maj, me njëherë pas... Zgjedhjeve. Jo, me njëherë pas inaugurimit formal që është bën me 8 maj, ose 11. Jo 8, se me 11 kanë qenë zgjedhjet. E para duhet të them publikisht, mu m'jen keq që dy shqiptarët Kosovës e kanë sjell veten në mënyrë të papërgjegjshme. E në këtë papërgjegjshmëri Bexhet Pacolli është i pari. Valoni është pasojë e papërgjegjshmërisë së Bexhetit. Dhe ky konflikt nuk është konflikt brenda aeroportit Vlorës, s'ka lidhje. Është pasojë e një diçkave që ka ndodhur në Libi, në aeroportin e Libis. Aeroporti i Vlorës i ka pas të gjitha shenjat të përfundoj më së miri që është i mundur. Por ka ndodhur diçka, sikur zakonisht ndodhet në vendet e korruptura dhe në vendet që kanë autokraci dhe janë generalet të cilët duhet me komuniku me ta, defekti serioz ka ndodhur atje dhe kur ka ndodhur pasoja është bardhë këtu në Vlorë. Lidhje s'ka Vlora. Vlora është pasojë që pastaj ka derivu deri në gjykat. Dhe mu m'jen keq që dy shqiptarët Kosovës e kanë sjell një gjë kaq të rëndësishme në një proces gjyqësor. Dhe unë sot po them në një njeri kaq i pjekur që ka marrë pjesë në gjitha ato tendere, në gjitha ato ndërtime, e ka sjell veten të hyjë në një proces gjyqësor. Edhe ai është Bexhet Pacolli. Në çfarë do varianti, me atë përvojë, nuk është dashur ta lejoj këtë. Tjerat janë betejë pastaj. Dhe mos harron njerëzit të cilët kanë asnjë përvoje në biznes, në ndërtime të tjera, bëjnë gabime serioze se i përçmojnë tjerë. Dhe Bexheti e ka përçmuar Valonin në të gjithë procesin. Për shkak se është një djalë i ri dhe ai ka qenë realisht njëri që ka qenë i nënshtruar deri në një pikë. Jemi të qartë këtu. Po ishim në një moment tjetër. Kur dal shejtani nga shishja. Cilu shejtani nga shishja? Se fusim dot më brenda. Cilu shejtani nga shishja? E kanë nxjerrë. Me qenë se pasojat e Libis kanë ardhur në Tiranë, Bexheti ka bërë edhe një gjest i cili nuk bëhet, duke përçmuar aksionerin. E kanë nxjerrë
E ka fillu me dëmfosin gjëra që nuk bëhen. Buxheti jote. Dhe kur bëjsh gjëra që nuk bëhen, normalisht Të mos betemi në detaj kështu se ky është një proces që vazhdon. Prandaj dhe rrëfimi për prokurorin. E kanë dhënë shejtani nga shiqja e Beqetit. Jo, rrëfimi për prokurorin është i lehtë. Aq i lehtë sa nuk e i den dhe nuk çon fare të paracaktimit të nderit se s'ka lidhje. Nuk ka lidhje fare, se është mas leti me akuzu paracaktimin. Për problemi është vetëm të një njeri cili s'ka qenë i kujdesshëm, e ka përçmu aksionarin tjetër dhe na ka sjell dy shqiptarët Kosovës të hynë në një problem që s'bëhet. Kështu ish dashur vetëm. Kaq. Atëre, Këto janë pralla tjera. Nuk ekziston mundësia që aeroporti shtetëzohet. Ka një problem, Ylli. Dgjoj. Kush është? Është kompania që do të operojë aeroportin. Kur fillua tenderi, u fillua me 3 kompani. Që ishte Bexheti, Valoni edhe Yda. Yda ishte kompania përgjegjëse që do të merrej me menaxhimin e aeroportit. Gjermanë. Këta që u larguan turqit. Turqit, po jam i qartë. Tani, kur ikën këta, Bexheti del dhe thotë që kam lidhur marrëveshje me aeroportin e Mynyhut. Më kupton? Qyteti Mynyhut pas ka marrë vendim dhe është publikuar që nuk do të bëhet pjesë e menaxhimit të aeroportit të... Pra gënjen Bexhetit. Ja ka kthyer, ja ka refuzuar. A bën tash me ta thotë, Jo, tani ideja është ta marroj dhe ideja është që ne sot e kësaj dite jemi pa një kompani që do ta operojë aeroportin. Pra edhe në qoftë se mbyllet sot aeroporti, pra nuk po themi që nuk është kjo kompania ndërkombëtare. Kemi kusht ta bëjmë. E kemi tenderin të cënuar, e kemi tenderin të cunguar dhe strukturat të cunguar. Më kupton, dhe ky është problemi i madh që kanë ata. Se ju duhet një kompani operimi që operon aeroportin për botë. Gjendet kjo, nuk është as probleme sa po bëhet. Me sherr kur janë dy aksionerë në sherr të para vetëm gjykata për 3 vitet e ardhshme, 4 vite sa do zgjat ky proces, e ka mbyll këtë proces. E ka mbyll. Nuk e dim sa zgjat. Jo, e ka mbyll. Se çat bën gjykata mas 3 vite 4 kur merr vendimin i përcakton aksionet, aeroporti vazhdon. Problemi kryesor është I kujt është sot administrimi? I Valoni. I kompanisë Dyja Grup, a e ka financimin e nevojshëm për të vazhduar? Via e menaxhon. Përmes kujt administratorit të emëruar nga? E ka drejtorin dhe është administratori aty. E ka përcaktuar gjykata. Dhe është gjë e qartë. Dhe atje punimet vazhdojnë dhe unë besoj që brenda muajsh aeroporti fillon punën. Do me thënë nuk ka rrezik që nuk është aty problemi. Aeroporti brenda muajsh. Jo, brenda muajsh. Brenda muajsh. Nuk e di, disa muaj sa dhe jenë. Po a ka rrezik që palet me këtë goditjen që i bën një tjetër që shkojnë në arbitrazh? Ylli, se në gjithë këtë proces, kur ka kësi konflikte, ka interesa tjera për të hyrë dhe për të marrë aeroport. Gjëja më e mirë që ka ndodhur në këtë proces, që shteti nuk është përzi fare dhe ky aeroporti i Vlorës si lënd nuk mund të shkon në arbitrazh. Kjo është e para. Dhe kjo është gjëja më e bukur që në këtë fatkeqësi që i ka ndodhur aeroportit Vlorës.